e diskutojnë së bashku me këta emisionet tonë që zakonisht flasin për çështjet e teknologjisë. Erman Mërtenika është me ne. Kënaqësi të jesh me ne, zotëri Mërtenika. Përshëndetje Kron, kënaqësi që jam dhe unë pra News në Klan Kosova për këto tematikat e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale që unë mendoj që është koha e përshtatshme, domethënë sepse ne po jetojmë, po bashkëjetojmë me teknologjinë, edhe sigurisht është bërë pjesë e jona, domethënë në çdo hap ne përdorim për qëllimet tona dhe ku ka më bukur, fantastike, duket sikur e kemi atë kolegun ton digital apo shokun digital me vete gjithmonë. Definitivisht, dhe ky kolegu po na përngjon çdo ditë më shumë. Për shembull, ditën e djeshme këtu në studio së bashku me Rën Kastratin, psikologun, diskutuan pak se si ndikon nxehtësia në shëndetin mendor, pra, nxehtësia ndikon edhe në disponimin tonë, diçka që ne ndjejmë për në aspektin profesional e shpjeguam dje. Por realisht çu ndikon teknologji? A ka mundësi që telefoni jonë mobil me na dhënë një përgjigje të gabuar përmes ChatGPT-s, në qoftë se ne kemi harruar diku kur është një temperaturë më e ngrohtë, kemi lënë diell apo diçka e tillë? Faktikisht ke bërë një pyetje shumë të drejtë. Si teknologjia, apo mund të themi ndryshe, të gjithë ato që kanë të bëjnë me pjesën e inteligjencës artificiale, qaqet elektronike, mikrokontrollerat, mikroprocesorët, siç e përmendët ti Kron, janë të ngjashëm me njeriu, që do të thotë ndikohen pikërisht pra nga temperaturat ose janë të ndjeshme ndaj temperaturave. Sigurisht pikërisht pra në temperaturat të larta, po të marrim në një koncept, sot domethënë qaqet e inteligjencës funksionojnë pikërisht pra ose mikrokontrollerat ose mikrochipi që ne i themi atë trurin elektronik, funksionojnë pikërisht me shkallë sigurie të lartë, që do të thotë nëse ata arrin të kalojnë temperaturën maksimale nominale ose atë të duhurën, sigurisht që kanë një sistem të implementimit të ftohësit, që ne i themi cooler, që të arrijë domethënë që të mbajë temperaturën, domethënë të ftohi, dhe të mbajë temperaturën konstante të një qipi apo të një qarku apo të një mikrokontrolleri. Sigurisht nëse qaqet nxehen se rezultati i transferimit të informacioneve, transferimit të rrymës, transferimit të biteve etj, sigurisht domethënë që qaqet rrezikojnë të digjen ose rrezikojnë të mos funksionojnë. Për shembull një laptop që ne kemi, nëse ne punojmë pikërisht pra jemi në plazh, dhe kemi marrë laptopin, edhe punojmë, edhe jemi në mes të diellit, sigurisht që do arrijë të mbinxehet. Dhe më pas, kur mbinxehet, shkaktohen side efekte, do thotë temperatura pikërisht pra e qaqeve elektronike mbinxehet, pra te kalon atë të duhurën, që është maksimumi i duhur, dhe më pas qaqet faqen probleme. Ose fillon pikërisht pra laptopi nuk funksionon siç duhet, ose fillon pikërisht pra ose digjet. Prandaj gjithmonë edhe qaqet elektronike kur ne punojmë, duhet të jenë pikërisht pra në temperatura normale. Mirë, qartë, tash po du me dalë tash me një çështje tjetër. Në ditë isha duke bisedu me ChatGPT-n, e kam një përshtypje që arrita me bo nervoz. A ka mundësi që na mi shku nerva teknologjisë? Edhe teknologjia... Të pas ka bërë nervoz ChatGPT-ja. Kja do thotë, domethënë... One e kom bo nervoz, edhe e kom bisedën që ta dërgoj mas emisionet, zotëri Mërtenika. Në fakt, shumë e drejtë se dhe mua më ka bërë nervoz, sepse i kam bërë të njëjtën pyetje disa herë. O, zotëri Mërtenika, one e bona, zotëri Mërtenika, one e bona nervoz ato, jo ai mu. Jo, i qartë, ne kemi bërë nervoz. E di pse bëhet nervoz, ja do ta them unë. Inteligjenca artificiale apo ChatGPT apo Copilot që ne kemi përmendur, karakterizohen edhe nga ato që quhet empati artificiale. Që do thotë për shembull, sa herë që unë zgjon në mëngjes, shkoj në ChatGPT, edhe ChatGPT direkt ose Copilot më thotë, përshëndetje Erman, si u zgjove sot, cili është plani ditor, a do ta pish kafen e mëngjesit? Pra, po ta shikojmë zhvillimin masiv i teknologjisë, shkon që teknologjia domethënë të bëhet si thua pjesë e jona, pra të jetë shumë interaktive në komunikim. Madje dhe unë një herë për ta provuar e kam bërë të njëjtën pyetje disa herë ChatGPT-s, por ChatGPT-ja përdor atë që quhet domethënë diplomaci digjitale. Do thotë Erman, më pyete një herë për të njëjtën pyetje. Përsëri më pyete për të njëjtën pyetje. Pra duket sigurisht shkaktojmë një lloj domethënë duket sigur Unë kam arrit me bo nervoz kur ja kom nis me pagu ChatGPT-n. Sepse për gjithë shka i kom thonë, unë po të paguaj pse s'pedin. S'po m'pëlqen që shpe bënë unë jem të pagu. Ne mund ta bëjmë nervoz si thua ti, por e veçanta e inteligjencës artificiale ChatGPT-s është që nuk të ofendon.
Pra duket sikur ka atë diplomacinë digjitale. Mua ma ka përmendur për shembull një herë e kam pyetur, të lutem më trego se çfarë mund të ha për darkë që të jetë e shëndetshme. Edhe më ka dhënë një përgjigje. Përsëri e pyeta, i provova të njëjtën pyetje t'ia bëj disa herë, edhe më thoshte, Ermand, po më pyet të njëjtën gjë. Ermand, po më pyet të njëjtën gjë. Mbase mund të bësh këtë. Pra tenton që të alternoj, sepse ajo gjuhë algoritmike shumë e avancuar, që domethënë ai shumë avancuar sa që ty të bëhet domethënë shumë interaktive, që të bësh një diskutim me të. Është fantastike Kron, është fantastike. Edhe një pyetje për të gjithë kemi të instaluar, e pyesi me voice dhe të jep përgjigje çuditërisht mirë. Por edhe një çështje, a na bën pak shefin ChatGPT-ja? Kështu, për mos më na mërzit kur t'ja dërgoj. Sepse ka persona që po marrin shumë vetbesim pi ChatGPT-s edhe diçysh tani kur i shetit vjen pa lidhje mja bu bajat vetën. Kështu që po du me ditë, a është vendi dur me marrë vetbesim ChatGPT-ja? ChatGPT-ja është programuar pikërisht pra që të motivoj. Okej. Domethënë që ne jemi të vetë motivuar, por edhe se shtohet një pjesë të motivimit nga inteligjenca artificiale, mirë na bën. Pra gjithmonë na jep atë pozitivitetin, të jep rrugëzgjidhjen. E di si është Kron për shembull, është, si të them unë, fjala vjen. Një gjuhë programimi është si puna asaj që do gjej miliona apo miliarda si mos skenar për të gjetur një rrugëzgjidhje. Pra është si puna asaj, ne mund ta konsiderojmë empati artificiale. Shpeshherë, për shembull themi, a mund të ketë inteligjenca artificiale ndjenja? Sigurisht që ka, por ndjenjat ose empati quhet empati artificiale. Ndjenjat edhe empati. Po edhe këtu po na përshtatet neve, edhe ndjenjat edhe empatinë artificiale e kena. Po ne kam të integruar si ChatGPT-ja. Prandaj e thashun që është kthyer në shokun tonë të ngushtë digital, kolegu me ngushtë, psikologu digital, mjeku digital. Nesër pas nesër ne jemi të dy këtu duke dhënë intervistë, nesër pas nesër do jetë ose edhe sot kanë pendos që të jetë një Ermand ai dhe një Kron ai në Klan Kosova që të bëjnë intervistë bashkarisht. Po, mbase kur na ka lënë afati biologjik mua dhe ty ka mundësi marrë një Ermand dhe një Kron. Absolutisht ka filluar. Po, pedi po du me thonë, nuk po krijohen binjakët digital. Po, nuk po pëlqen me ndodh kjo, kështu që prandaj po e trajtojnë këtë çështje. Zotër Ermand, shumë kënaqësi me të pas Kosova Today. Faleminderit shumë që ishe sot, besoj që shihim studio herën tjetër. Për mua kënaqësi e madhe Kron që isha pranë jush në Klan Kosova për këtë tematika shumë të bukura. Mirë atë Armish, faleminderit, i morëm disa informacione nga zotri Mërtenika, një gjë që më bëni përshtypje ka shumë interesant. Besoni ChatGPT-s, po mos e merrni malin, do me thonë hulumtoni pak ma shumë se edhe ja u bën shefin. Kjo ishte e të rasa i përket ditës sotme, mos harroni krejt materialet tona e gjenë në Facebook, YouTube dhe në Instagram, e ndërsa Klan Kosovën e gjenë të pakon numër 1 në vend Art Motion. Kjo ishte e të ra për sot, shihem nesër në ora 12:30 këto në Klan Kosova.